Rroga e vogël, fitimi i madh. Miratimin në shqyrtim të parë i projekt ligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, padyshim që përbën një lajm shumë të mirë për vendin tonë dhe drejtësinë. Për këtë falenderojmë të gjithë deputetët të cilët në seancën plenare votuan për. Por që institucioni përkatës, pra byroja, të jetësohet e të nisë punën, është i domosdoshëm miratimi i këtij projektligji edhe në shqyrtim të dytë, përkatësisht në lexim dytë. E dim që emri i ligjit ka trazuar shumë kë, prandaj kundërshtimet kanë qenë të mëdha, madje edhe të mbështjellura si ankesa në gjykatën kushtetuese. Vazhdojnë të jenë ende të mëdha, por ne nuk mund dhe nuk do të ndalemi. Do të jetësojmë këtë zotim. Byroja do të bëhet sepse me të përfundimisht merr fund ajo parolla që kur nuk do të duhet na përsëritej në të ardhmen, rroga e vogël, fitimi i madh. E kemi thënë edhe më herët, pasuria e fituar në mënyrë të palegjshme kur nuk është as private e as legjitime, sepse ajo kur nuk është fituar.